Klodian Brau është kreu i ri i SPAK, i cili do ta marrë detyrën tani në dhjetor pas përfundimit të mandatit nga ana e zotit Altin Dumani. Dhe vëmendja ka qenë e jashtëzakonshme dje, vëmendja mediatike, por natyrisht edhe vëmendja e trupës ndërkombëtare këtu në Shqipëri në lidhje të ambasadorëve në lidhje me procesin që u zhvillua intervistimi dhe votimi pastaj i kandidatëve. Na është bashkuar nëpërmjet Skype-it edhe Brisida Gjikondi. Përshëndetje Brisida, mirë se erdhe. Përshëndetje. Po e nis me ty me një përgjigje shumë e shkurtër për ta kthyer bisedën dhe në studio se i mbajta gjatë miqtë që kam këtu pa folur. Opinioni yt për këtë zgjedhje në kreun e ri të SPAK? Ishte zgjedhja e dur, më është për ta duke që gjithë kujtojnë se ka qenë zgjedhje ndërkombëtare, në rast do shikojmë intervistat e të 4 kandidaturave që ishin aty, diferenca ishte e dukshme. E zotit Braho me 3 kandidaturat e tjera. Po e kishte edhe përqyeshmërinë e ndërkombëtarëve? Patjetër që kishte edhe përqyeshmërinë, sepse ndërkombëtarët e dinë shumë mirë që ka një informacion të detajuar për gjithë punën e secilit prej tyre. Por edhe prezantimi i djeshëm, edhe përpara opinionit publik që nuk ka informacionin e ndërkombëtarëve, bënte diferencë në krahasim me 3 kandidaturat e tjera, të cilat dhe pyetjet ishin të njëjta, nëse i pam pyetjet që bëheshin nga anëtarët e KLP-s, ishin të njëjtat për të gjithë kandidatët që pretendonin për në krye të SPAK-ut. Kështu që ti mendon që ishte kandidatura e dur për të qenë në kreun e SPAK-ut, zoti Brau? Mendoj që ishte kandidatura e dur, që kishte jo vetëm mbështetjen e ndërkombëtarëve, por edhe të zotit Dumani, me sa është kuptuar nga çështjet që ata kanë ndarë bashkë, por edhe e opinionit publik me ato që u pa dije. Pavarësisht se ishte një opinion emocional, sepse ishte i momentit fundit, me kuptimin që ne kuptuam vetëm çfarë ata thanë dije, kurse shumë ekspertë të fushës i njohin të 4 personazhet përgjatë gjithë punës së tyre. Zoti Brau ka një veçori nga 3 të tjerët, pasi ka qenë një nga personazhet më të sulmuar mediatikisht të kohët e fundit. Ka qenë i sulmuar? Nga klanet caktuara, po shumë i sulmuar, nga klanet caktuara, të cilat nuk kanë dashur që ai të arrinte aty ku arriti. Dhe kjo tregon edhe një herë. Klanet caktuara ku, në politik, brenda prokurorisë? Besoj edhe politike dhe mediatike, por edhe të krimit organizuar, sepse shpeshherë media, politika dhe krimi nuk kanë kufi ndarës, por shpeshherë interesat e tyre janë të njëstuara. Okej. Po kthehem menjëherë me avokati Dajet Beqirin që e kam në studio, i cili këto kohë të fundit ka qenë kritik ndaj SPAK-ut, apo jo? Po. Në lidhje me ecurinë e punës tij dhe me goditjet që ka bërë. Si e shikon këtë, le të themi, kryesim të ri të SPAK-ut nga ana e zotit Brau? Tani e para, që do ketë një vazhdimsi të punës së Dumanit. Do më thënë, ai do tjetë në një linjë me te, por do bëj dhe diferencën. Edhe se ku do të bëj konkretisht diferencën, të paktën nga ato që deklaroj dje, ne e pam. Ku? Sepse ai faktikisht parashtroj që ato dosje të vjetra që kanë ecur, do më thënë, me ritme jo të mira, edhe që kanë ngecur, do t'i vëm në lëvizje dhe do t'eci me hapat tjera. Për cilat dosje? Po dosjet vjetra, se ka shumë dosjet vjetra aty në SPAK. Bje fjala, 21 janarin, a i tha nuk do të rrim me, do më thënë, kështu nuk gjendi që ka qenë dirim sot, e do jepet drejtim shumë shpejt, 21 janarit. Do t'jepet shumë shpejt drejtim Gërdecit. Edhe do t'jepet shumë shpejt drejtim edhe disa dosjeve të tjera, që janë me të vërtet, do më thënë, dosje të renda, dhe që i ka SPAK dhe ka kohë që i mbanë, do më thënë, në përduar, ma dje i mbanë në përduar, qysh nga koha kur edhe vetë zoti Brau ka qenë në prokurorinë e krimeve të renda, do më thënë, qysh nga 2019 të paktën, si që janë vrasjet e Tropojës, si që janë disa krimet të tjera, vjedhje bankash e të tjera, edhe disa privatizime që janë me të vërtet të renda, si që është krimi rend
i gjitha asaj afere korruptive që i ka kushtuar, domethënë miliarda e miliarda dollar Shqipërisë dhe që nxori kokën tani me Bankers Petrolin e tjera. Domethënë, ai të paktën nga mënyra se si parashtroi çështjet e ndjente, e shikonte si një defekt serioz të punës së strukturës që ka, edhe që kjo strukturë do merrej seriozisht me këtë problem. E dyta, Dhe kjo ta kthen entuziazmin ty për SPAK-un. Po. Besoj. Po. Kjo ma kthen entuziazmin, por me thënë drejtën, më kthen entuziazmin të ky person si individ, por, do më thënë, bëj një këshu parantese, duhet të me 2-3 gjëra tjera, pasaj ku ishin prioritetet e këti që i tha, edhe që faktikisht ne i kemi diskutuar dhe në tryezat tona, bie fjala, nuk do ketë me, tha i, rrjedhjet informacionit, nuk do ketë me, tha gazetar të tipit që t'i blej informacionet atje dhe tallet, pastaj me ato që ndodhin atje brenda në SPAK, sikurse dha të kuptoj që goditjet do t'jenë edhe brenda vetes tonë, sepse informacionet rrjedhin dhe vetë në prokurorët tanë, nga ana tjetër theksoj që nuk do t'jetë me ky qëndrim që mbajmë, se bie fjala SPAK çon për mas sigurimi dhëndrin e Sali Berishës dhe merret masa e sigurimit për të, burg pa afat, dhe pastaj një gjyqtare në gjykatën e apelit të GKK-os e merr dhe çon arrest shtëpie. Dhe në rezulton që kjo gjyqtare ka blerë tek shtëpia, domethënë tek ky person, tek dhëndri Sali Berishës, apartamentin e banimit dhe e ka marrë me 30% të vlerës, 70% ja ka falur ai. Dhe ti tani qëndron gjyqtare. Në një rast tillë, unë në rreshta lexova që ky, domethënë prokuror, do të arrijë që për gjyqtar të tillë, domethënë duhet të marrë masën e sigurimit arrest me burg pa afat, menjëherë, thjesht dhe vetëm se kishe konflikt të rënd interesi dhe pranoi të jesh trup gjykues, vetëm për këtë shkak. Domethënë, pash edhe të tilla, domethënë nuanca që ai i dha. Por nga ana tjetër pash një nivel jashtëzakonisht ulët të atyre që i gjykonin këta prokurorë. KLP-ja. Këshilli i lartë i prokurorisë ishte, domethënë, ku rënd qameti, themi neve. Sepse në mënyra edhe pyetjet, përjashtoj disa pyetje që ishin serioze, por Këshilli i lartë i prokurorisë, pyetjet që duhet bënte atje, duhet ishin të natyrës që, zotrinj, sa vjet vajtët keni 6 vjet? Na thoni në këtë labirinth krimesh, korrupsioni, vrasjesh, krim të organizuar e tjere që ka Shqipëria, sa keni filluar kryesisht juve? Pa ardhur kallëzime në askush tjetër. Sa? Me qa jeni marë faktikisht deri më sot ju, në rast se nuk do ishin telefonat, nuk do ishin këto platformat e tjera, juve do kishit punë, do më thënë, me qa do mereshit juve, po mos kishit këto, do kishit në lloj suksesin punën tuaj. Pra, duhet ishte, e dyta do t'i thoshnin, të gjithve kur u pyetën, pse zvarrisni, sa vjet vajti Gërdeci, pse zvarritet Gërdeci, sa vjet vajti 21 janarin ju u erdhi kallëzimit, pyetje, duhet bërë pyetje, u erdhi kallëzimit për 21 janarin, po, pse refuzuat ju ta ndiqnin penalisht, qa pengesat kishit juve që u detyruat që ta drejtë këtje kolegji penal gjykatëtar e tjera. Jo, se që brëndshme kjo. Që i takon zgjedhjes së kryetarit SPAK. Jo, u takon këtyre, sepse duke thënë këto gjëra këta përgjigjet, atëherë na përgjigjet që këta do t'i jeprin, kuptohet se sa të vendosur do jenë këta, edhe sa besim do t'jenë shqiptarët, se këta luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit lartë shtetëror, duhet të shojnë deri në fund. Këto gjëra faktikisht edhe pyetjet tilla nuk pati në KLP-ja, po pati pyetje në ato që janë naive, do më thënë fare, dhe janë faqezez pyetje, do thoshja unë.